Josefina Topalli, e cila shihet si një rivale e mundshme e Lulzim Bashës për drejtimin e partisë, la të kuptohet se nuk do të jetë përballë tim në 22 korrik, përsa kohë nuk garantohet një garë drejtë. Lulzim Basha ka urdhëruar nisjen e një procedure antistatuore për t'i impunuar Partisë Demokratike një garë të rrem. Zoti Basha po kërkon jo thjesht të mbaj peng partinë dhe të grabis një mandat të ri drejtues, por së pari po kërkon që t'i shmanget dhënies llogari dhe marrjes përsipër të përgjegjësisë për humbjen katastrofale në zgjedhjet e fundit. Prandaj ne kërkojmë një garë të barabartë, rregulla të ndershme, të paanshme, proces të hapur e transparent, konkurrencë të vërtetë, ballafaqim e debat. Pa ton Partinë Demokratike nuk ka dhe nuk mund të ketë garë. Ish-nënkryetarja e Partisë Demokratike konsumoi një kafe me grupin i cili kërkon dorëheqjen e parovokueshme të Lulzim Bashës para se të bënte një paralajmërim që erdhi në formën e kërcënimit. I bëj thirrje zotit Basha të ndërpres menjëherë paligjshmërinë dhe pengmarrjen e partisë, përpara se të përballet me zemrimin dhe revoltën e demokratëve. Të kuptoj sa më shpejt se demokratët do dinë të mbrojnë partinë e tyre dhe historinë e tyre. Unë u bëj thirrje të gjithë demokratëve të bëhemi bashkë, të mbrojmë partinë nga pengmarrja, të refuzojmë grabicit. Ky është obligim i gjithëve. Josefina Topalli shmangu kurreshtjen e gazetarëve duke mos i dhënë përgjigje shumë pikpyetjeve, ndërsa afati për dorëzimin e kandidaturave po ngushtohet, grupi anti-Basha nuk ka ende sfidantin e tij. Ndryshe po ndodh me Eduard Selamin, i cili nuk po humb kohë, ajo u shfaq në selinë e partisë, ku krahas sekretarit organizativ dhe nënkryetarit SPAO, ndau biseda edhe me të tjerë demokratë.